Si jeni? A jeni mirë? Mirë se ju gjetët. Si jeni? Mirë, faleminderit. Paqebardhe lypi me një mandat 4 vjeçar i ardhshëm, i cili në fokus ka me pas reformën thelbësore në drejtësi, sepse po e shohim që me sistemin e drejtësisë që e kemi, një pjesë, natyrisht gjithmonë një pjesë, sepse kemi prokurorë dhe gjyqtarë të jashtëzakonshëm, cilët me shumë guxim e kryjnë punën e tyre, me shumë profesionalizëm, mirë po pa vetingu në drejtësi edhe pa implementimin e ligjit për byron për konfiskim pasurisë pa justifikueshme, vështirë do të jetë përballja e qytetarit me drejtësinë edhe në të ardhmen. Siguria në njërin anë, edhe begatia, pra mirëqenia, zhvillimi ekonomik, siguria për secilin qytetar janë ato bazat kryesore, siç e kemi pas punë dhe drejtësi në mandatin e parë, tash siguri edhe begati për gjithë qytetarët. Edhe kemi marrë shumë seriozisht atë që na kanë thënë shumë qytetarë kada që kemi shku që mos lëshoni fe. Në këtë jo në kuptimin që bëuni kokë fortë edhe mos lëshoni fe. Po mos lëshoni fe kur kemi të bëjmë me drejtësinë, me sigurinë, me integritetin e vendit tonë, me rritjen e standardeve demokratike, me të pasurin qytetar në fokus të gjitha përpjekjeve tona. Na gjithmonë kemi thonë që jemi na dhe ata, po kësaj radhe definitivisht jemi na edhe ata. Kështu që është një momentum për te zgjedhjes së zakonshme në tonë historik që të bëjmë një diferencim në raport që mos të mbeti një peng i listës sërbe që ne të kufizohen edhe të bëjmë një qeveri tjetër. E unë zotuhem e ja fjallën me nderë e me edukatën teme, me shkruajtën teme që kam që do t'jem pasus i politikave të dëmike dhe madhës Albin Kurthi dhe gjithë atyne burave dhe grave që na kanë zdrit ftyrën. Ka shkru një tekst para 5 vjetëve, pa një rrogat 500 euro, do të nuk i zërisë të hershme, pa një rrogat 500 euro se nuk shkruajnë njerëzit me ikë një atyshtë. Në në konë sëtë të glasën të në konë minimale 500 euro. Në shta rroga mesatare shkën të tjerë dhe kjo si e optimitet për se cilin kontrol për se cilin familje. Nëse që këto janë shumë të rëndësishme sepse pa një mirësenje të paktin minimale na nuk përgjëtjet. Qëllimi jam kryesor politik, nuk është vetëm me dalë dhe me folë edhe nuk i pranu shumë ftesa, shumë televizione zyrtare për shkak të pyetjeve tendencioze, pse anë pse kënaj, ata nuk më japin për shembull fokusin çka unë kam jap po të Real ka ndryshuar dialogu me ne. Arsyeja vetëm se dialogu nis me Serbi ka se vetë. Tash ka bëshallë bisedu. Tash për çfarë bisedoj?